Dashur miq, sot rastësisht pash në rrjetet sociale një status që kishte bërë analisti nga Kosova, Berat Buzhala. Ai aty kishte foton e drejtuesit progresistë posaçme Altin Dumani e shoqëronte me një status në të cilin përmendte sukseset e kësaj strukture, duke filluar nga zoti personat VIP, siç i quajnë ai, të arrestuar nga kjo prokurori, duke përmendur aty edhe ish presidentin ose presidentin e Partisë Lëvizjes zotin Meta, duke i cilësuar që këta po hektojnë për korrupsion e kështu me radhë. Unë natyrisht si përfaqësues ligjor i zotit Meta jam i detyruar të kthej një përgjigje këtij analisti i cili në përbanaqe televizive mbron gjithmonë të korruptorit. Nuk mund të ta krahasosh zoti Buzhala presidentin Meta me hajdutët e qeverisë, me atë hajdut që mbron ti, as me kryeministrin hajdut, as me Belinda Ballukun hajdute dhe as me gjithë shpurën hajdutëve të Shqipërisë. Zoti Meta nuk është aty as për korrupsion, as për shpërdorim detyre. Jo, zoti Buzhala duhet ta di këtë dhe di shumë mirë. Zoti Meta është arrestuar për arsye politike dhe arrestimi i zotit Meta është bërë politik nga Asamblea e Partisë Socialiste në datën 7 maj të vitit 2023, ku Edi Rama adresoi prokurorët e Spakut duke ju thënë se Ilir Meta duhet arrestuar dhe shqiptarët e duan atë në burg. Dhe që atëherë ndaj zotit Meta vazhdoi prokuroria derisa e bëri atë rrëmbimi kriminal në mes rrugës Tiranës, në mes të një publikut dhe padyshim në një moment kryq ku ishte trafiku dhe duhesh patjetër që shqiptarët ta shikonin se si qeveria e autokratit të Tiranës ose të Shqipërisë të merr zvarr në mes të rrugës. Dhe kështu që zoti Buzhala dhe njëherë mos krahaso presidentin Meta, që është një shqiptar i mirë, ndoshta është presidenti më i mirë që ka patur Shqipëria, sepse u përballua gjatë gjithë mandatit të tij me mafien në pushtet, me mafien ndërkombëtare që i bënte presion her pas here dhe me çdo lloj ambasadori që vinte këtu dhe mbështeste mafien në pushtet. Dhe zoti Meta u bë dig për mos të lejuar mafia të kapte presidencën dhe padyshim dhe ligjet të cilët mafia i bënte me porosi në kuvendin e Shqipërisë. Dhe njëherë zoti Buzhala, unë e kuptoj që ju analistët që vini këtu dhe na tregoni dhe glorifikoni hajdutët ose justifikoni hajdutët e qeverisë duke klasifikuar njerëzit patriot me hajdutët e qeverisë, kjo është një gjë shumë e gabuar. Unë besoj që mos të klasifikoj tek shqipfolësit. Ti mundet të flasësh ashtu, por jo për gjërat që nuk i di. Nuk ta lejojmë asnjë moment. Bye, Berat.